të mi pjesë çdo ditë ne do u paraqesim shqiptarve me betimin solem se kur këto zgjedhje nuk do pranohen. Me besim në plot se sot ka shqiptar të dëshpëruar, sot ka shqiptar të zemruar, sot ka shqiptar të zhgënjur, por sot përsëri ka 10 mijëra shqiptar të gatshëm të luftojnë për votën e lirë. Dhe kjo luftë do filloj. Kjo të mos kujtoj kushkur se një kriminal si Edi Rama, një kryehajdut i këtij kombi si Edi Rama, një kryebandit i këtij kombi si Edi Rama, do mund të imponoj këto rezultate njerëzve të lirë të Shqipërisë, atyre që i besojnë lirisë. Dhe këto janë vetëm fillimi. Edhe njëru them shqiptarëve, durim se ne kemi dokumentat. Ne kemi bërë gjithçka për të mbikëqyrë votën tuaj. Ne natyrisht me Kalashnikov votë nuk mbrojmë. Por tani lufta fillon. Ne nuk pranojmë kurrë zgjedhje të tilla. Nuk pranojmë kurrë një rezultat të tillë. Kemi, thash edhe një herë, çdo ditë këtu do njihi. Ka farsë më të turshme se kjo. U sjell dhe të tjera, do sjell prap. Shqiptarë do mësojnë, diaspora do mësojnë se çfarë kanë bërë. Horrat e narkoshtetit me votën e tyre, me votimin e tyre. Dhe natyrisht duhet krijohet një front i përbashkët në Shqipëri dhe diasporë. Ky regjim duhet luftohet në çdo skaj të këtij vendi dhe në çdo skaj të botës. Ky regjim po shtron shqiptarët si një pushtues i egër. Ata që mendojnë se mund të u imponojnë një farsë të tillë shqiptarëve gabohen rënd. Jo. Ne jemi këtu për ta dokumentuar atë, por ne do qëndrojmë me çdo shpim për të vërtetën dhe mbrojtjen e saj. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Si e lexon Sali Berisha reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet e 11 majit ditën e djeshme, kur tha se përgëzon zgjedhjet, procesin e zgjedhjeve parlamentare, si dhe do të vazhdoj bashkëpunimin me Shqipërinë? Ajo nuk ishte ashtu si tha. Citoje pak siç u tha dhe pastaj të bëj koment. Ja sa ta gjej një sekond. Po. Përgëzoj popullin shqiptar. Përgëzoj për zgjedhjet parlamentare. Popullin shqiptar. Tani çfarë sugjerimi kam unë këtu për ju? Merr lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar